Të lejimi përdorimit të bazave britanike për operacione ushtarake vendosën Londrën disi më pranë vijës së zjarrit. Nëse këto baza goditen sërish, a do detyrohet Britania ndoshta të hyjë drejt për drejt në këtë konflikt? Britania është drejt për drejt e kyçet në këtë konflikt. Britania është një kukull e Izraelit, kryeministri Steinmeier është një çifut dhe gjatë gjithë kësaj periudhe është përpjekur që t'i ndihmojë Izraelit. Mirëpo kuptohet për shkak të arsyeve të popularitetit të tij në politikën e Britanisë së Madhe, ku sipas sondazheve të fundit ai gëzon reputacion diku 9% të popularitetit në elektoratin britanez dhe pasi që u dëshmua se shumë anëtarë të qeverisë apo bashkëpunëtorët të tij ishin në dosjen Epstein, populariteti i tij është rrëzuar shumë dhe ai nuk mund drejt për drejt të thotë që ne do të hyjmë në këtë luftë, po do të gjene arsyetime të ndryshme, fjala se Irani i ka sulmuar bazat ushtarake britanike, po pavarësisht se a do të thotë hapu razi apo jo, aeroplanët e Britanisë janë duke ndihmuar Izraelin që të mbrohet nga raketat e Iranit dhe kuptohet që Britania është pjesë e aleancës Izraelit SHBA-s, se kjo luftë nuk është vetëm luftë SHBA Izrael dhe Iran, po është NATO në përgjithësi, së bashku me Izraelin kundër Iranit, me përjashtim të Turqisë, këtu kuptohet se Turqia nuk bën pjesë në aleancën e NATO-s kundër Iranit, dhe ende jemi në fillim të luftës, 3 ditë ka filluar, do të shiqojmë se si do të vazhdoj, por janë lajmet e mira. Irani është duke ngadhnyer, sot kemi rrëzimin e aeroplanëve ushtarak të amerikanëve në Kuvajt, dhe Izraeli është i gjithë në flak, ka cenzurë të madhe, dëmet janë të mëdha, dhe shpresojmë që radha ju vinë dhe planbajtësve amerikantës, cilat janë larguar diku 1200 km prej Iranit dhe frikojnë që të afrohen, ose shpejti do të shiqojmë edhe zhytjen e aeroplanbajtësve amerikan që e kërcënojnë Iran. E qartë. Zoti Daudi, nga ana tjetër, nëse do të destabilizohet transporti i naftës, mendoni se do të përballet bota me një krizë energjetike të menjëhershme? Po kjo është edhe arsyeja pse besoj që sot është mbyllur berza. Janë lajmet e fundit që lexova dje se nuk do të hapet berza në Amerikë, dhe arsyeja kryesore është për shkak se do të bëhet çmimi shumë i lartë i naftës, do të afusë në një krizë ekonomike, dhe kuptohet që kemi lajmet se Irani dje i kishte bombarduar 3 tanker me naftë, 1 të Britanisë dhe 2 të Amerikës, dhe dëmi i tyre për secilin është diku $300 milion për çdo tanker. Kjo pse është kështu? Për shkak se një tanker mban diku 2 milion barel naftë, dhe ajo me çmimin e re që do të jetë $100 bareli, do të kushton $200 milion vetëm nafta në tanker, dhe 100 milion të paktën kushton tankeri, pra 300 milion. Pra 3 anije, diku $1 miliard dëm është bë, dhe kush do ta paguajë atë dëm? Dëm duhet ta paguajnë agjencionet e sigurimit. Dhe tani kuptohet që një agjencion e sigurimit nëse paguan $1 miliard brenda disa minutave, ata do ta ndërpresin sigurimin që anijet të shkojnë dhe të marrin naftë, dhe kështu që 90% e naftës që Japonia e merr prej atij rajoni nuk do të ketë më naftë, Korea e Jugut nuk do të ketë më naftë, dhe Kina po ashtu 30% të naftës e merr nga Irani dhe 20% ndoshta nga shtetet tjera si Arabia Saudite dhe Iraku, dhe gjithë kjo do të afusë botën në një krizë ekonomike. Po kuptohet që nëse zgjatën shkurtimisht kjo luftë, kjo nuk do të jetë rasti, për shkak se këto shtete që i përmenda, të gjithë kanë rezervat të naftës, e kanë parapasur në një rast të krize, ata kanë të paktën për 200 ditë naftë që pa ndërprerë të zhvillohet ekonomia e tyre, dhe nuk do të kemi një krizë botërore. Po Irani planifikon që ta zgjasë këtë luftë, dhe nëse zgjat kjo luftë me muaje,
herë do të shiqem një sesion global në të gjithë botën. Qartë, zëtë Ulli, nga ana tjetër, mendoni se mund të shndrohet Libani në epiqendrën e një konflikti shumë të madh pasi shkëmbimi i zjarrit mes Izraelit dhe Hezbollahut rrit sigurisht tu edhe rrezikun e luftës në dy fronte? Po tash Libani kur e përmendin duhet ta ndajmë se kemi Libani jugor dhe pjesa tjetër. Interesi i Izraelit është Libani jugor, pra Libani jugor apo edhe Beiruti jugor i kanoset një rrezik si Gaza. Pra ato do të përpiqen që ta rrafshojnë të paktën Beirutin jugor atje ku jeton popullata shiite dhe ku është aktiv Hezbollahu, që ta shkatrojnë që të gjithë dhe mundësisht edhe ta okupojnë. Përpjekja e tyre në këta 2 vite ka qenë e madhe, edhe pse ka pas një pushim mes Hezbollahut dhe Izraelit. Izraeli pa ndërprerje ka sulmuar Libanin jugor dhe i ka vrarë shumë ushtar dhe e pror të Hezbollahut. Ka qenë e suksesshme përpjekjet e Izraelit për ta dobësuar Hezbollahun. Mirë po gjithmonë kemi surpriza, për shkak se Hezbollahu, ushtarët e tyre janë luftëtar të vërtet, dhe në një përpjekje të Izraelit që ta okupoj përsëri Libanin mund të dështoj, po jo vetëm ato, nëse raketat e Iranit kanë efekt të madh në Izrael, ka mundësi që këmbësoria e Hezbollahut të hyjë në veri të Izraelit dhe të filloj të çlirojë qytetet e Palestinës nga okupimi i Izraelit dhe nga shteti sionist, ashtu sikur bëri Hamasi në 8 tetor apo 7 tetor 2023, një rrezik i tillë i kanosur tani Izraelit në pjesën veriore të kufit. Zoti Daudi, nga ana tjetër, a mundet ky konflikt të shkaktojë dhe goditje zinxhir në tregjet financiare dhe inflacion të ri global? Po, mund të ndodhë. Se nëse çmimi tani gjesa e pashtë një barel naftë ishte $76. Prandaj është kjo arsyeja pse u mbyll edhe bërza, nuk e di a janë mbyll në të gjithë botën apo vetëm në perëndim. Të paktën do të jetë $100 bareli, dhe kur hyn çmimi i naftës shumë i lartë, atëherë kompanitë apo fabrikat e ndryshme ndërpresin prodhimin, për shkak se kostoja bëhet shumë e madhe dhe kuptohet që kur nuk ka prodhim, kemi inflacion, për shkak se mallra kemi pak në treg dhe rritet çmimi dhe kjo ndikon në rritjen e inflacionit. Dhe kjo është frika më e madhe e presidentit Trump, për shkak se ai kur ndërmori këtë ekspedit ushtarake pa lejen e Senatit dhe Kongresit Amerikan, ai tha që do të jetë shumë e lehtë puna jonë dhe si duket nuk i doli hesapi shtëpisë, nuk doli në pazar. Kjo luftë mund të zgjatet për shkak se tani Irani refuzon që të negociojë dhe kjo mund të ndikojë që të rritet inflacioni dhe nëse rritet kriza apo spellohet kriza në SBA, atëherë rrezikohen që t'i humbë edhe zgjedhjet këtë vit për Senatin apo dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin. Prandaj përpiqet tani SBA-ja që të dërgojnë ndërmjetësues që ta bindin Iranin që të ulet në masën e në tavolinën e bisedimeve dhe t'i pranoj kushtet e SBA-s. Tani Trumpi ndihet fitimtar, triumfues për shkak se arriti që ta vras liderin suprem të Iranit. Unë me këtë rast për shkak se është lajm i freskët, pra u vra dje u dëshmua. Unë besoj që kjo është një lajm i mirë për iranësit, vrasja e liderit të Iranit, për shkak se në videot e mëparshme kam thënë që nëse ka ndonjë tradhtar në Iran, ai është lideri suprem i Iranit dhe ai është shkaktar i kësaj lufte, për shkak se nëse Irani kishte bombën atomike që lehtësisht mund ta prodhonte, nuk do ta sulmonte Izraeli dhe SBA-ja dhe të gjithë shtetet tjera Iranin, po iranësit do të jetonin në një paqe dhe në një prosperitet ekonomik. Prandaj besoj që lideri i ri i Iranit që do të zgjidhet, brenda 1 jave, 2 jave, ta formoj bombën atomike, ta krijoj për shkak se e kanë uraniumin, i kanë centrifugat, i kanë shkencëtarët, dhe përderisa nuk janë vrarë edhe shkencëtarët tjerë nuklear, nuk janë shkatruar gjithë centrifugat, dhe
nuk është dorëzuar Irani, për shkak se qeveria e Iranit ishte gati që të dorëzohet dhe ta dorëzoi gjithë uraniumin, pra kemi një qeveri tradhtare në pushtetin e Iranit. Shpresoj që garda revolucionare ta marrë pushtetin dhe të bëhen seriozisht, se ajo që ka ndodhi Iranit para 2 ditëve ishte një komedi e vërtet, por për shkak se u vran njerëzit apo politikanët mund të quhet një tragjedi komedi, për shkak se brenda 60 sekondave u vra ministri i mbrojtjes, u vra general lejtanti ushtrisë, u vra